Rike Roqi ka ndarë me ndjekësit e saj një eksperiencë shumë personale dhe shpirtërore gjatë udhëtimit të saj për në Mekë. Ish banorja e Big Brother VIP Albania është shfaqur e veshur me abaja të zezë, një përvojë që ajo e përshkruan si realizimin e një ëndre të hershme. Modelja e njohur shqiptare ka postuar një mesazh të ndjerë ku shprehet e falendëruar. Në postimin e saj, ajo shkruan: "Ju përgjigja një thirrje të shenjtë. Allah, faleminderit që më zgjodhen ndër mysafirët e tu, një ëndër e realizuar me mëshirën tënde, mirënjohëse për çdo hap, çdo lutje, çdo lot, një përvojë që do ta mbaj përgjithmonë në zemër. Allahu e pranoft umrën dhe ua mundsoft të gjithëve vizitën në shtëpinë e tij."